Ai që ka autorizuar. Përgjegjësinë ligjore ka ai që ka autorizuar këtë. Kërkesa jonë ka qenë e prerë, që s'mund të ketë në kontraktor. Dhe është e shkruar në kontratë që s'mund të ketë në kontraktor. Dhe në fund, ne kemi dokumenta. Ja u paraqesim këtu të komunikimit të drejtuesve të PS-s me nën kontraktorët. Dhe po, jemi plot dokumenta ne. Laptopi flet shumë. Po, shkonin filan vend, merrnin filan vend, bëni te, fola me spedicierin, fola me këtë, fola, i kemi të gjitha. Do dalin këto. Do shihni se ç'proces ka qenë. Dhe ata që përpiqen të imponojnë shqiptarëve një proces të tillë, unë mendoj se gabojnë rënd. Kjo s'imponohet më. Ne do t'i... Po. U asolën laptopin apo e gjetët? Këtë laptop me dokumenta? Jo, çdo gjë mund të them unë. Jo. Po, i sinqert me ju, ato që do paraqiten para jush do t'jenë edhe nga laptop të tyre. Faji tyre, jo joni. Zoti Berisha, Mariklen Kume nga MCN. Ka zhvilluar veprimtari kriminale me laptop. Kjo është në gjithë puna. Laptopi është mjet krimi për ta.